keni marrë 20.796 vota ose 56% në ato të vitit 2017, me tepër vota, ndonë se me përsinjë më pak, pra 21.999 vota, apo 53.46%. Si do të dilni tash? Nuk mundë me ditë tash, po punojmë me kalu në raundin e parë, vendimin e fundit kanë me dhonë qytetarët e Gjakovës, definitivisht. Ta kaloni në raundin e parë, çka i bie? Që të fitoni? Po, me i fitu zgjedhjet në raundin e parë, po besoj që është e mundshme, mirë po normalisht që duhet me punu gjithë, pavarësisht faktit që unë kom punu që 4 vite, më thonë, ai skori është i 4 viteve, nuk është vetëm i fushatës, pra fushata është më rëndësishëm, duhet me qenë të kujdesshëm fushatë dhe matjet në nxjerrin mirë, besoj që gjasat janë reale që dalim në raundin e parë. Kjo është pritja, duhet me i pa që votojnë qytetarët. Si i vlerësoni kundër kandidatët, pra i kemi zotin Shehu, zotin Gola, zotin Shabani? Si njerëz, më duhet me thonë, po e përsëris diçka që kom thonë, kom respekt për secilin prej tyne, absolutisht për secilin prej tyne. Më duhet me thonë që nuk janë bogati për këtë garë. Nuk janë bogati. Nuk janë bogati për këtë garë, nuk mundet më bodi kush gati. Mirë, për vojën 8 vjeçare nuk e kanë me Gjakovën, po partitë e tyre i kanë vlerësuar si më të mirët. Mirë, asun nuk e kom pasë në 2017, po unë prej dhjetorit 2014, për 3 vite, kom dalë në zyret partisë në Gjakovë me gjithë kolegët e mi, e kom reformu degen komplet, e kom ndërtu konceptin komplet, për çdo ditë kom dalë në zyre prej orës 8 mëngjes, si kur me qenë në marrëdhënie pune, e nuk kom qenë. Kom pas rogën aty. Intensivisht keni punuar që për ditën kur votohet për Gjakovën. 3 vjet, edhe po ju tregoj diçka prapë që kolegët e mi e dinë, 3 vjet përpara e kanë pas tabelën e madhe në mur të ndame në 36 muaj, deri në ditën e zgjedhjeve. Qa kemë me bo se cilin muaj? Cili është targeti se cilin muaj? Me këm kemë me punu? Ku kemë me dalë në teren? 6 muajt e fundit e kanë pas edhe për javë edhe për ditë. E sa një të kënaqur me përmbushjen e këtij projekti? Ai ka qenë projekt për me i fitu zgjedhjet. Dinamikës, po them. Sa një të kënaqur me përmbushjen e I kem fitu zgjedhjet. Më thonë, 3 vjet para zgjedhjeve unë e kom pas planin elektoral. Planin elektoral e kom pas të sakt, e din të gjithë, edhe kjo mënyra që është puna jonë, unë duna me pas targetet. Edhe sot në puni kom targetet, duna me pas agendë, edhe me edit agendën gjatë. Nëse nuk kom agendën, ashtu dridhna pak. Në nivelin qendror, lëvizjave të vendosje qëndron shumë mirë në Gjakovë, në komunën e Gjakovës. Po ashtu